Që unë kam thënë jo si batut, por kam thënë që sot Shqipëria ndodhet në kushtet e një sabotazhi kombëtar. Pra, nëse do kishte ngritur një vepër penale deri tani prokuroria e posaçme apo prokuroria e Elbasanit që po merret me çështjen, do duhet përfshinte patjetër kushtet e veprën penale të sabotimit apo të tradhtisë kombëtare. Shëmbja rrugës Librazh Prenjas dhe shumë akseve të tjera, po sidomos ky që është një aks strategjik për Shqipërinë, për tregtinë. Nuk kemi dëgjuar deri tani asnjë që thotë sa është kosto. 1.2 miliard euro, po themi 1.2 miliard euro tregti që Shqipëria kryen me Maqedoninë dhe me Greqinë. Dhe me Turqinë gjithashtu. Sepse është rruga ku kamionët që vijnë nga Turqia kalojnë përmes saj për të deportuar në portin e Durrësit. Pra jemi në kushte të tilla ku sot qytetarët shqiptarë, sidomos rajoni juglindor i vendit, është në kushtet e izolimit total. Dhe ky izolim nuk ka ardhur si pasojë fatkeqësisë natyrore siç duan të na i shesin. E tentuan dje. Në fakt dje zyrtarët e shtetit dje kanë konfirmuar atë që tha kryeministri Pardje, sepse ishte kryeministri i pari që nga drejtarja e helikopterit rrugës për Korçë na tha që kjo ka ndodhur për shkak të gjeologjisë, duke shfaqsuar në mënyrë direkte kompaninë që po kryen punimet për ndërtimin e rrugës së re të korridorit 8 për segmentin. Cila është kompania? Është kompania ANK. E cila ka ndërtuar edhe rrugën Korçë Mikeshe Plugut her pas here. Është gjithashtu kryeministri i shfaqsoi edhe projektuesin, ndërkohë dje na doli Instituti i Gjeologjisë dhe na tha që nuk ka pas studim gjeologjik. Pra si mund të ndërtohet një rrugë, një segment si korridori 8, një rrugë strategjike, që fluksin për nga qarkullimi e ka nga rrugët, po themi me fluksin më të lartë në vendin tonë. Nuk po konsideroj fare fundjavat apo periudhën e sezonit dimëror apo të festave të ndryshme. Nevojat shëndetësore të atyre njerëzve, tregtinë. Vetëm për tregtinë dhe për qarkullimin e përditshëm, sepse është segmenti kryesor që e lidh, po themi pjesën tjetër të Shqipërisë me Juglindjen dhe me Maqedoninë e Veriut apo me Greqinë. Pra, sot kryeministri në këndvështrimin tim patjetër ministrja e infrastrukturës, por kryeministri është në kushtet që duhet të merret në hetim për këtë që i ka bërë qytetarët.